fëmijët dhe dashurinë njerëzore, veçanërisht dashurinë e nënës. Titullohet "Nuk dua të më nxjerr vdekja nga burgu". Mërlih, kam ftohtë, po më afrohet vdekja, po vdekja. Por pse të vdes mbyllur në këtë burg të zi, më rthyer pas kangjëllave të hepurta, edhe qielli më duket i zi, sterë i zi. Sot nuk e mbaj mend. Mund të kem mbushur dhe t'i kem kaluar të 80-at. Vdekjen doja ta prisja në shtëpi. Por kush do të më marrë? Kush më ka haruar? Edhe djali, edhe vajza, të dy më kanë haruar. Po ti o birë, a të zë gjumit, a thua me vete, çfarë bën, a fjete o nën, a të kujtohet fëmijëria jote, kur bie gjirin tim e bërgëzoje, o nën, më thua jo birë, a do të më marrësh një ditë, të jem pranë teje, të vdes në shtëpi, të mos më nxjerr nga vdekja burgu, të mos më mbyll syt policia sytë e mi. Dua o birë të presësh ngushëllime mbi barin tim, të më thuash një landë mirë, shpirti im të prehet në paqe, e ty o birë të t'jap bekim. Të t'jap bekim o birë. Faleminderit.